Ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë të vazhdueshme në të gjithë hapësirën e Kosovës duke i shkaktuar dëm forcave të ushtrisë dhe policisë serbe. Shkallëzime të reja, luftimet kanë marrë në zonën e Dugagjinit. Gjatë ditës së dieshme, njësitë e brigadës së 138 Agim Ramadani ndërmorën një sulm të rrufeshëm ndaj pozicioneve të armikut në zonën e Ponashesit. Forcat serbe lanë në fushën e betejës shumë të vrarë dhe një sasi të madhe armatimi dhe materialesh të tjera. Në të gjithë këtë zonë, forcat e kësaj brigade kanë shënuar sukses në marrjen e shumë pikave që më parë zotëroheshin nga forcat serbe. Morali i ushtarëve të forcave çlirimtare të Kosovës është i lartë. Këto pamje që po shihni në ekran janë xhiruar direkt nga kryerja e aksioneve luftarake të kësaj brigade. Po të fundit, kjo njësi ka patur shtim të radhëve të saj dhe pajisje me materiale luftarake të reja. Gjithashtu po përdoren gjërësisht edhe armët artillerike të kalibrave të ndryshëm për të goditur pozicionet e armikut në largësi. Në këtë zonë ka një bashkëveprim të mirë të gjitha njësive luftarake, gjë që e ka rritur në mënyrë të ndjeshme forcën dhe efikasitetin luftarak. Luftimet e repte janë zhvilluar edhe në Koshare, Betush, Mulliqe të tjera. Në shkallëzimin e luftimeve dhe përparimin e forcave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një rol pozitiv po luajnë edhe bombardimet e forcave të NATO-s.